nderuar televizionist, përshëndetje, unë jam Flutur Akasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion, ju njohim me zhvillimet e ditës. Një atentat i mirë organizuar pranë rreth rrotullimit të aeroportit të Rinasit, la të vdekur Gilman Dodani, njohur si krau djathi Emiliano Shullazit dhe plagosi një person tjetër. Autorët kanë qelluar me arma automatike nga një makinë lëvizje, e cila më pas u gjetë e djegur. Viktima, Gilman Dodani, kishte shpëtuar më parë nga 2 atentate, ndërsa ai dhe i plagosuri u nxorrën nga makina me ndërhyrjen e policisë. Gilman Dodani dhe Muçi Shaliani, i njohur me Novkon Shesheris, apo kishin bëritur nga Barcelona në vendin tonë kur u bën objektivi një atentati mafioz. Të dy udhtonin me një makinë luksoze Benz kur u qelluan me breshëri plumbash rreth 25 minuta pas largimit nga aeroporti në rreth rrotullimin pranë Rinasit, një zonë me trafik të dendur. Gilman Dodani, krau i djathi Emiliano Shullazit, mbeti i vdekur në vend, ndërsa Shaliani, që po drejtonte mjetin, është plagosur në kokë dhe ndodhet në gjendje kritike. Sipas hetimeve paraprake, atentatorët përdorën një mjet të Toyota me targa greke dhe kanë ndjekur viktimën që nga aeroporti. Kur arritën pranë rrethit të Rinasit, ata hapën zjarr me Kalashnikov drejt makinës së Benzit. Njëri prej tyre, i maskuar dhe me kapele, ju afrua dhe më pas automjetit dhe e qelloi me pistolet disa herë për të siguruar vrasjen e Danit. Pas atentatit, autorët u larguan me shpejtësi drejt fushkrujës dhe ndaluan në fshatin Halil, ku dogjën automjetin e përdorur në sulm pra një projë në zonë të pyllëzuar. Brenda makinës së djegur janë gjetur 4 armë që dyshohet se janë përdorur në atentat. Distanca mes vendit të ngjarjes dhe fshatit Halil është vetëm 14 kilometra dhe tregon profesionalizmin dhe planin e qartë atentatorëve. Pamjet nga vendi i ngjarjes tregojnë një makinë të shkatruar nga plumbat, duke depërtuar deri tek xhamat e një hoteli aty pranë. Policia ka thyer xhamin e makinës për të nxjerrë Shalianin dhe trupin e Danit. Makina rezulton në pronësi të Elvis Kosovës, i njohur si visi grave. Pista kryesore e hetimeve lidhet me aktivitetin kriminal të Danit. Ai kishte një histori të gjatë me ngjarje kriminale që nga viti 2006 dhe i ka shpëtuar më parë 2 atentateve, një në 2011 dhe një tjetër në 2015. Në tetor 2024, Dani u lirua nga burgu pas një vendimi për liri me kusht, pasi kreu pjesën më të madhe të dënimit prej 12 vitesh për gjobvënie. Hetimet vazhdojnë për identifikimin e plotë të autorëve të atentatit dhe lidhjet e mundshme të këtij sulmi me konflikte brenda grupeve kriminale në vend. Në një shekull nga krijimi i saj, Banka e Shqipërisë u vlerësua si një nga institucionet më të qëndrueshme dhe më të besueshme të shtetit shqiptar. Në kuadër të 100 vjetorit u zhvillua një konferencë shkencore me pjesëmarrjen e figurave të rëndësishme ndërkombëtare si drejtoresha e FMN-s dhe presidentja e Bankës Qendrore Europiane, ndërsa kryeministri Edi Rama dhe guvernatori Sejko theksuan nevojën që institucioni të përfaqësojë inovacionin dhe të ruajë ekuilibrat ekonomik të vendit. Banka e Shqipërisë, institucioni më i lartë financiar në kremtoi këtë nëntor 100 vjetorin e themelimit të saj, një jubilej që shënon rrugtimin e gjatë të sistemit bankar shqiptar nga vitet e para të shtetit modern e deri në rolin e saj si një shtyllë e stabilitetit ekonomik. Në kuadër të këtij përvjetori u mbajt konferenca shkencore Një shekull banking, nga themelimi të rolit si ankor rajonal, me praninë të drejtoreshës së Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe presidentës së Bankës Qendrore Europiane, që vlerësuan kontributin e Bankës së Shqipërisë dhe ndërtimin e një sistemi të qëndrueshëm financiar dhe në forcimin e besimit të tregjeve ndërkombëtare. Kryeministri i vendit Edi Rama në fjalën e tij e konsideroi Bankën e Shqipërisë si një nga më të paktat institucione të vendit që mund të quhet me plot gojën institucion, me kuptimin e plotë të fjalës. Digitalizimi i pasuar nga inteligjenca artificiale dhe nga gjithë farë zhvillimesh në botën e paras, pagesat e menjëhershme, 24 orë 7, open banking, bankat digjitale, kriptomonedat, sjellin me vete oportunitete të jashtëzakonshme dhe dilema të jashtëzakonshme, duke u kthyer në koncepte të cilat duhen integruar në mënyrën tradicionale të menduarit një orë më parë, ndërkohë që është fare e qartë se kjo botë kaq e hapur i integron ato pavarësisht vullnetit të qeverive, pavarësisht vullnetit të bankave qendrore.
Nga ana e tij, guvernatori Gent Seiko nënvizoi se çdo jubile është një moment reflektimi mbi rrugën e përshkruar dhe sfidat që e presin institucionin në të ardhmen. Ai përmendi tensionet gjeopolitike, ndryshimet në tregjet ndërkombëtare dhe revolucionin financiar si sfida që kërkojnë përshtatje të shpejtë dhe vendimarrje të guximshme. Në kuadër të kremtimeve, Banka e Shqipërisë prezantoi edhe monedhën përkujtimore 100 vjet të Banka e Shqipërisë 1925-2025, e cila simbolizon rrugtimin historik të institucionit dhe ngjarjeve që shënuar zhvillimin e tij ndër vite. Pavarësisht dënimit të një dite më parë nga Sekretariati i Etikës për deklaratat ndaj ambasadorit të BE-s, ish-kryeministri Sali Berisha ka vijuar akuzat ndaj Silvio Gonzatos duke e lidhur me qëndrimin e tij për ligjin e barazisë gjinore dhe raportet e Brukselit për Shqipërinë. Në një takim me kryetarët e degëve të Partisë Demokratike, Berisha kritikoi gjithashtu nisjen e analizës për humbjen e 11 majit për të identifikuar përgjegjësit e brendshëm të partisë. Në takimin e zhvilluar me kryetarët e degës së Partive Demokratike, Berisha theksoi se qëndrimet individuale të ambasadorit Gonzato kanë pasur ndikim negativ në përfaqësimin ndërkombëtar të Shqipërisë. Ai argumentoi se raportet më të fundit të Brukselit për progresin e vendit nuk reflektojnë realitetin, duke i dhënë qeverisë një imazh më të favorshëm se sa e ka realisht. E vërteta është se ne kemi qëndruar kundër narkoshtetit. Partia Demokratike ka qëndruar. Por duhet të them këtu se ky nuk zbriti nga qielli. Natyrisht që Edi Rama promotor, po Edi Rama u mbështet dhe vazhdon të mbështetet për narkoshtetin e tij, për gëzime të mëdha, për luftën e jashtëzakonshme që po bëri drogës. Unë e shifja që ai ishte shkatrimi i vendit. E takova dhe i thash: ambasador, kjo që bëre ti është mbështetje për vendosjen në Shqipëri të narkoshtetit. Kanë arrestuar, zakonisht kapet 10%, kanë arrestuar 720 skafistë. Dhe ushtria e kanabisëve bashkë me kumbarët e tyre. Ish-kryeministri nuk i kurseu kritikat ndaj ambasadorit Gonzato, duke akuzuar se qëndrimet e tij ndikojnë drejt për drejt në perceptimin ndërkombëtar të Shqipërisë. A e dini ju çfarë thot ligji? Nuk po hynë se ligji është ligji më i keq i votuar në ndonjë vend të planetit. Sipas këtij ligji, rikthehet gjahu stalinist i shtrigave. Për te kësaj, Berisha ka paralajmëruar nisjen e protestave masive nga opozita si një formë rezistence ndaj politikave të mazhorancës dhe mbështetjes së saj ndërkombëtare. Qytetarët shqiptar do paguajnë 10 vitet e para fiks 140 milion euro biletat munguara. A mund sillet kush? A mund sillesh në një vend? A mund sillesh kund në një mënyrë të tillë ndaj qytetarëve të vendit tënd, ndaj shtetit tënd, ndaj vendit tënd, siç bën kjo dyshe famzez? Pra, tuneli i pakolaudur, s'kan firmos. Pista thot ky është jashtë standardeve, nuk e marr thot dorëzim. Parat ku janë? Parat janë në kontot e atyre. Përveç këtyre, ish-kryeministri kërkoi nisjen e një analize të brendshme për humbjen e zgjedhjeve të 11 majit. Ai kërkoi nga kryetarët e degëve të Partisë Demokratike të identifikojnë përgjegjësit brenda partisë për rezultatet elektorale, duke theksuar se humbja nuk mund t'i atribuohet vetëm masakrës elektorale që sipas tij kryen mazhoranca socialiste. Vendimi i Këshillit Bashkiak të Pogradecit për dhënien me qenë të një sipërfaqe prej 34 hektarësh në Çorav ka shkaktuar tensione mes banorëve dhe autoriteteve lokal. Protestuesit e konsiderojnë marrëveshjen si të palishme dhe të motivuar politikisht, duke akuzuar kryebashkiakun Ilir Xhakolli për korrupsion. Seanca e fundit e Këshillit u zhvillua mes përplasjeve dhe fyerjeve, ku arrestua dhe Kevi Muçllari, njëri prej protestuesve. Tensionet në fshatin Çorav të Pogradecit janë përshkallëzuar pas vendimit të Këshillit Bashkiak për të dhënë me qira 34 hektar tokë pranë zonës për ndërtimin e një parku fotovoltaik. Banorët e zonës e kanë quajtur këtë vendim të padrejtë dhe korruptiv, duke akuzuar drejt për drejt kryebashkiakun Ilir Xhakolli si përgjegjës, por siç thon ato, grabitjen e tokave të fshatit. Sipas banorëve, toka në fjalë është në përdorim të tyre prej vitesh dhe përdoret për bujqësi dhe blegtori, ndërsa dhënia me qira për investime energjetike është bërë pa transparencë dhe pa dëgjuar komunitetin lokal. Ata paralajmërojnë se protestat do të vazhdojnë për sa kohë që vendimi nuk do të anulohet. Mbledhja e Këshillit Bashkiak, ku miratua kontrata e qiras, është shoqëruar me tensione dhe përplasje fizike. Antari i Këshillit, Angel Shyti, i dal nga radhët e demokratëve Euroatlantik, është përplasur me Kevi Muçllarin pas një debati të ashpër në sallë. Policia ndërhyri menjëherë dhe arrestoi Muçllarin me akuzën goditje për shkak të detyrës. Banorët nga ana tjetër kanë reaguar
përshpër ndaj arrestimit, duke konsideruar të padrejtë dhe duke kërkuar lirimin e menjëhershëm të tij. Sipas tyre, Muzdari është provokuar gjatë debatit dhe nuk ka ushtruar dhunë fizike ndaj askujt. Në reagimet e para publike, drejtuesit e Bashkisë Pogradec kanë mbrojtur vendimin duke theksuar se projekti fotovoltaik është pjesë e zhvillimit të energjisë rinovueshme dhe se do të sjellë investime dhe vende pune në zonë, por për banorët e Zëravës, ky justifikim nuk mjafton. Ata shprehen të vendosur të mbrojnë tokat që i konsiderojnë trashëgimi familjare dhe me koston e përplasjes me autoritetet lokale. Erion Veliaj, kryebashkiaku i Tiranës, i ka kërkuar ndërmarrjes së dekorit dhe eventeve të fillojë menjëherë përgatitjet për vendosjen e ndriçimeve dhe dekoreve në sheshe, rrugë kryesore dhe godinat e ministrive, duke treguar vendosshmëri për të drejtuar bashkinë edhe në kushtet e tensioneve politike. Që prej shkurtit pas parangosjes së Erion Veliajt, marrëdhënia e tij me qeverinë është karakterizuar nga tensione dhe veprime administrative që synojnë kufizimin e rolit të tij, ndërrimi i nënkryetarëve, delegimi i kompetencave tek Anduela Ristani dhe vendimi i Këshillit të Ministrave si dhe dekreti i presidentit për zgjedhje të parakohshme në Tiranë janë pjesë e një sfere të gjerë presionesh politike. Megjithatë, dokumenti i fundit i Veliajt i drejtuar ndërmarrjes së dekorit dhe eventeve tregon se ai synon të vijojë aktivitetin e tij të përditshëm si kryetar bashkie, duke u fokusuar tek dekorimet dhe ndriçimet e shesheve, rrugëve dhe godinave të ministrive. Sipas strukturave të Partisë Socialiste, aktivitetet e përditshme dhe dëgjesat me qytetarët nuk janë dalur, duke treguar për kushtimin e tyre për të adresuar problemet e kryeqytetit pavarësisht sfidave politike. Me datë 3 nëntor, kushtetuesja i dha të drejtë Erion Veliaj duke lënë detyrë si kryebashkiak i Tiranës. Gjykata kushtetuese rrëzoi vendimin e qeverisë për shkarkimin dhe shfuqizoi dekretin e presidentit Bajram Begaj për shpalljen e zgjedhjeve në Tiranë. Kushtetuesi argumentoi se Veliaj nuk u pyet, duke ju mohuar një proces i rregullt ligjor, ndërsa theksoi se një kryebashkiak mund të shkarkohet vetëm sipas nenit 115 të ligjit themeltar për një shkelje të rëndë. Seanca e parashikuar për shqyrtimin e dosjes ndaj Ilir Metës dhe Monika Kryemadhit u shty për shkak të një kërkese të mbrojtjes ligjore të Metës, e cila kërkoi përjashtimin e gjyqtares Irena Gjoka. Përmes avokatëve, Meta kërkoi që hetimi të rikthehet në SPAK, duke argumentuar se dosja u dërgua për gjykim pa u mbyllur plotësisht. Ndërkohë, Kryemadhi deklaroi se nuk ka prova të reja që justifikojnë vazhdimin e procedimit. Seanca e dosjes së SPAK ndaj ish-presidentit Ilir Meta dhe ish-bashkëshortes së tij Monika Kryemadhi është shoqëruar me vonesa dhe zhvillime të papritura. Mbrojtja ligjore e Metës kërkoi përjashtimin e gjyqtares Irena Gjoka, duke argumentuar një mungesë të panshmërisë dhe gjithashtu kërkoi që hetimet të rikthehen në SPAK. Sipas avokatëve, hetimi nuk ka qenë i përfunduar dhe dosja u dërgua për gjykim dhe ky veprim është bërë me qëllim që ish-presidenti të mos lirohej. Zoti Tumani është një në 3 prokurorët që ka firmosur kërkesën për kalimin e çështjes gjykim. Si mundet që zonja Gjoka të japi një vendim në favor të zotit Meta? Nuk e vijon dot gjykimin sepse zonja Gjoka nuk mundet ta vijojë pa përfaqësuesin e të pandeurit. Monika Kryemadhi nga ana e saj theksoi se nuk ka asnjë provë të re që justifikon vazhdimin e seancave dhe shtoi se dosja është e njëanshme. Për shkak të këtyre kërkesave, seanca e parashikuar u shty dhe tani pritet të mbahet me 17 nëntor. Analistët e çështjeve juridike shprehen se vonesat në seancat e SPAK-ut janë të zakonshme, sidomos kur mbrojtja kërkon përjashtimin e gjyqtarëve ose rivlerësimin e hetimeve, duke komplikuar kalendarin gjyqësor dhe duke shtyrë vendimet përfundimtare. Ndërkohë, opinioni publik ndjek me zhvillime duke vlerësuar ndikimin politik të kësaj procedure. Gjykata e apelit në Tiranë ka rrëzuar kërkesën e Gjon Shkambit për lirimin nga qelia duke lënë në fuqi masën e sigurisë arrest në burg. Ai akuzohet si bashkëpunëtor në vrasjen e gjyqtarit të Shkodrës, Astrid Kalaja, ngjarje e ndodhur pas një seance gjyqësore për një çështje pronësie. Ndërkohë, nipi 30 vjeçar ka pranuar autorsinë e krimit dhe është shprehur i penduar në një letër të dërguar nga qelia. Gjykata e apelit me jurisdiksion përgjithshëm në Tiranë ka vendosur të lërë në fuqi masën e sigurisë arrest me burg për Gjon Shkambin, i akuzuar si bashkëpunëtor për vrasjen e gjyqtarit Astrid Kalaja, ngjarje që tronditi sistemin e drejtësisë në fillim të këtij viti. Në kërkesën e depozituar nga avokatët e tij, Shkambi kishte mohuar çdo lidhje me krimin, duke theksuar se nuk kishte dieni për veprimet e nipit të tij. Elvis Shkambi, i cili qelloi për vdekje gjyqtarin Kalaja në ambientet e gjykatës menjëherë pasi ky i fundit lexoi
vendimin kundër kërkesës së tij në një çështje pronësie, por prokuroria ka paraqitur prova dhe dëshmi që sipas saj tregojnë se Gjon Shkambi ishte në dijeni se Nipi kishte hyrë në sallë i armatosur dhe e kishte nxitur atë të hakmerë ndaj gjyqtares edhe palës kundërshtare në proces. Hetuesit theksojnë se konflikti për pronën i zgjatur ndër vite kishte përfshirë të dyja familjet në një betejë të gjatë ligjore, ndërsa Xhaxhai i mohon akuzat Nipi 30 vjeçar Elvis Shkambi, i cili ndodhet gjithashtu në paraburgim, ka pranuar autorsinë e krimit dhe nuk e ka apeluar masën e sigurisë. Në një letër të shpërndar nga qelia, ai ka shprehur pendes për aktin e kryer dhe ka rrëfyer vështirësitë që ka kaluar në përpjekje për të fituar pronën që sipas saj i përkiste familjes. Ngjarja që ndodhi në mjediset e një gjykate ku humbi jetën gjyqtari Kalaja dhe u plagosën 2 persona të tjerë, ka tronditur opinionin publik dhe ka ngritur shqetësime për siguri në sallat e gjyqeve. Hetimi për këtë rast po vijon me fokusin tek roli i mundshëm i Gjon Shkambit me nxitjen e krimit dhe te lidhjet e konfliktit të gjatë pronësor që i parapriu tragjedisë. Eduard Çarçani, 49 vjeç, është gjetur pa shenja jete pranë një banese në fshatin Plas të Maliqit. Dyshohet se viktima ka tentuar të hyjë në oborrin e shtëpisë dhe është mbyllur aksidentalisht, pasi bluza i është ngjitur në kangjëlla. Policia po heton për të sqaruar rrethanat e ngjarjes, ndërsa banorët thonë se ai jetonte i vetëm dhe ishte përdorues i alkoolit. Një ngjarje tragjike që ka ndodhur në orët e para të mëngjesit në fshatin Plas të Bashkisë së Maliqit. Një 49 vjeçar, identifikuar si Eduard Çarçani, është gjetur pa shenja jete pranë një banese duke shkaktuar tronditjet e banorëve të zonës. Sipas të dhënave parapraket policisë, dyshohet se Çarçani ka ndruar jetë aksidentalisht pasi ka mbetur i varur në kangjellat e murit rrethues, teksa përpiqej të hynte në një shtëpi që nuk ishte e tija. Hetuesit paraprakisht dyshohet se bluza i është ngecur në hekura duke i shkaktuar mbytjen. Burimet nga vendi i ngjarjes bëjnë me dije se 49 vjeçari mund të ketë qenë në gjendje të dehur në momentin e incidentit. Banorët e fshatit thanë se ai kishte jetuar më parë në Itali me familjen, por pas divorcit ishte kthyer në Shqipëri dhe prej disa vitesh jetonte i vetëm. Ata e përshkruajnë si person të qetë, por me probleme dhe varësi nga alkooli. Probleme të tjera. Edhe asë djali mirë, i përsosur. I mirë, Hallet e dimit, veta y në vëzhdim i gjenetim. Policia e Maliqit mbërriti më njëherë në vend ngjarje duke kryer veprime procedurale dhe duke sekuestruar pamjet e mundshme nga kamerat e zonës për të hedhur drejt mbi ngjarjen. Trupi i pajetit Çarçanit është dërguar në morgun e Korçës për kryerjen e ekspertizës mjekoligjore, ndërsa hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave të vdekjes së tij. Një zjarr i qëllimshëm ka përfshirë një mobileri në qytetin e Vlorës gjatë natës. Autori i maskuar dhe i pajisur me një bidon benzin ka thyer derën e objektit dhe më pas i ka vënë flakën duke shkaktuar dëme të mëdha materiale. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 03, ndërsa policia po punon për identifikimin e autorit. Pronari i biznesit thotë se nuk ka konflikte me askënd, ndërsa ky është rasti i dytë i zjarrfënjes ndaj tij në 9 vitet e fundit. Një ngjarje e rëndë është regjistruar në orët e para të mëngjesit në lagje 28 nëntori në qytetin e Vlorës, ku një mobileri është përfshirë nga flakët pas një zjarrvënie të qëllimshme. Sipas burimeve policore, ngjarja ndodhi rreth orës 03, ku një person i maskuar është afruar pranë objektit, ka thyer xhamin e derës me një çekeçë dhe më pas ka hedhur benzin duke i vënë flakën brendësisë së mobilerisë. Në pamjet e siguruara nga kamerat e sigurisë shihet autori teksa vepron me qetësi dhe largohet me shpejtësi menjëherë pas zjarrvënies. Flakët janë vënë nga banorët e zonës, të cilët kanë njoftuar menjëherë pronarin e mobilerisë Eduard Aliko dhe shërbimet zjarrfikse. Pavarësisht ndërhyrjes së shpejtë të zjarrfiksve, dëmet materiale në objekt rezultojnë të jenë të konsiderueshme. Policia ka rrethuar zonën dhe ka nisur hetimet për të identifikuar autorin, ndërsa po kontrollohen kamerat e sigurisë përreth për të zbuluar itinerarin e tij pas largimit. Pronari i mobilerisë Eduard Aliko u shpreh se nuk ka konflikte personale apo profesionale që mund të lidhen me ngjarjen. Nuk kam asnjë konflikt me askënd, as me konkurrencën nuk besoj të kem probleme. Ja lë drejtësisë të zbarë këtë ngjarje dhe të kap autorin. Burimet nga policia konfirmojnë se kjo është hera e dytë që biznesi i Alikos bëhet objekt i një zjarrvënie të qëllimshme, pasi një ngjarje ngjashme ishte shënuar edhe në vitin 2015, por autorët atëherë nuk u identifikuan kurrë. Gjatë seancës së gjyqësore në dhomat e specializuara, ish i dërguar i posaçëm amerikan Christopher Hill ka rrëzuar pretendimet se UÇK
drejtoi nga një shtab i përgjithshëm ushtarak. Ai deklaroi se gjatë luftës ishte e pamundur të identifikojë një autoritet i vetëm që komandonte gjithë forcat shlirimtare, pasi ato përbëheshin nga grupe të ndryshme rajonale dhe lokale. Në dhomat e specializuara në Hag, dëshmia ish diplomatit të lartë amerikan Christopher Hill ka hedhur poshtë një prej tezave kryesore të prokurorisë speciale ndaj ish krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Hill u pyet nga prokurorët nëse gjatë të luftës kishte ekzistuar një hierarki vertikale dhe një shtab i përgjithshëm ushtarak që drejton UÇK-n. Përgjigjja e tij ishte prerë jo. Mendoi se shumë nga përpjekjet për të dëshmuar se ekziston një ushtri me linja të zakonshme vertikale të komandës ishin në të vërtetë përpjekje për të na treguar neve se kishte struktura të rregulla politike ushtarake që mund t'i merrnim seriozisht, deklaroi diplomati amerikan. Hill thekson se gjatë periudhës ishte thuajse e pamundur të identifikojë një njerëz që kishte autoritet të plotë mbi të gjitha njësitë e UÇK-s, pasi organizata përbëhej nga grupe të ndryshme rajonale, kishte grupin e Dukagjinit, njerëzit e Drenicës, komandantët lokal, personi kyç të logjistikës si Xhavit Haliti dhe njerëz të financave. Nuk mendoi se ekziston një numër telefoni që mund të merrnim për të kontaktuar një komandant vetëm, u shpreh Hill duke nënvizuar karakterin e shpërndar të strukturës çlirimtare. Ai shtoi se qëllimi amerikan në atë kohë ka qenë të ndihmojë UÇK-n të forcojë në terren përballë forsave serbe, duke nënkuptuar se kjo mbështetje strategjike ishte një faktor që ushqeu paranojën e Beogradit, i cili më pas filloi të flasë për krime kundër njerëzimit. Dëshmia e Hill pritet të ketë peshë të konsiderueshme në procesin ndaj ish krerëve të UÇK-s, pasi sfidon drejt për drejt akuzat për një strukturë të organizuar komanduese, mbi të cilat është ngritur një pjesë e akt akuzës kundër Hashim Thaçit dhe bashkëluftëtarëve të tij. Të nderuar shikues, do të ecim me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 12 nëntor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme, me mot të kthjellët dhe temperatura relativisht të buta për periudhën. Paraditja do të paraqitet me diell në të gjithë territorin, ndërsa pasditja sjell vranësira të lehta në jugperëndim dhe Bregdet. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 4 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të ngjitet deri në 19 gradë Celsius në zonat e ulta dhe bregdetare. Gjatë ditës pritet të ketë rreth 7 deri në 8 orë diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond, ndërsa në zonat bregdetare her pas here arrin deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 12 nëntor pritet të jetë i moderuar nga 3 deri në 4. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 12 nëntor 2025 do të jetë në orën 6:18, ndërsa perëndimi në orën 16:31. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 10 deri në 17 gradë Celsius. Kukës 7 deri në 13 gradë Celsius. Peshkopi 6 deri në 13 gradë Celsius. Tiranë 12 deri në 17 gradë Celsius. Durrës 12 deri në 18 gradë Celsius. Kavaj 11 deri në 16 gradë Celsius. Elbasan 11 deri në 18 gradë Celsius. Berat 11 deri në 17 gradë Celsius. Korç 4 deri në 12 gradë Celsius. Vlorë 12 deri në 18 gradë Celsius. Gjirokastër 10 deri në 17 gradë Celsius. Sarand 11 deri në 19 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 12 nëntor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme, me mot kryesisht të kthjellët dhe vlera termike pak mbi mesataren sezonale. Paraditja do të jetë me diell në të gjithë territorin, ndërsa pasditja sjell vranësira të lehta në verilindje dhe juglindje. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 14 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 3 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 12 nëntor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 2.
Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 12 nëntor 2025 do të jetë në orën 6:16, ndërsa perëndimi në orën 16:23 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 3 deri në 14 gradë Celsius. Podujev 1 deri në 13 gradë Celsius. Skënderaj 1 deri në 13 gradë Celsius. Pej 5 deri në 14 gradë Celsius. Prishtinë 3 deri në 13 gradë Celsius. Gjakov 4 deri në 14 gradë Celsius. Malishev 4 deri në 14 gradë Celsius. Gjilan 3 deri në 13 gradë Celsius. Ferizaj 4 deri në 14 gradë Celsius. Kaçanik 3 deri në 13 gradë Celsius. Suharek 5 deri në 14 gradë Celsius. Prizren 4 deri në 13 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime dhe informacione të reja, klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv. Gjithashtu mund na ndiqni edhe nëpërmjet Facebookut, Instagramit, YouTubeit, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e televizionit Drita Televizion. Bashkë miru takofshim në edicionin e ardhshëm.